Elvira, qyshe? A e mirë? Që më kalin? Mirë shumë. Je bërë ka senzacion në TikTok edhe në Instagram, atë më pëlqy shumë fushota jote, se të komorë me të pikë diçka pak më ndryshe. So menon që kryet loja? Unë po pras më kry loja për më janë i stupimi, kështë që për mu nuk ka rëndësi fare. Jo të qyri futbol. Qysh pjaqesën pikën këtë zgjedhje? Pikën pjaqesën me një fitore të madhe edhe me vullos fitoren para prake. A din sikur aja që thuhet me mbajt kampionatin është ma vështirë se me fitu? A është diçka e shështo? Edhe na, kena me vazhdu me mbajt kampionatin një që kena fitu. Super. Ku pesho ma shumë potencialin të rinja e Kosovës? Ka po i pa ka ekonomia këtu? Okej. Unë e kom punu shumë me trit, kom majt shumë trajnime përmes ICK-s, edhe shoh që ka për një me potencial. E çka duhet, ose çka une nëse zgjidhem deputete, kom shty për para, është që rinia me pas mundësi sa ma shumë trajnime të cilat janë të aktualitetit, pra që janë aktuale dhe jo vetëm mësimi informal. Pastaj janë subvencionet për start-up edhe për idetë e tyne, po jo vetëm subvencionet në vlerë monetare, po edhe mbështetje, le të themi know-how apo trajnime për me i zhvillu ëndrat e tyne. E mbi të gjitha, rinia kur mos u dërzoni, nëse dikush ju thot jo, dijeni që ndoshta është diçka shumë më e madhe mbrapa asaj tu u përgatit për juve. Veç po du me thonë që para se me uftu prej vetëndosës mu po pjesë e listës, me mira jo mu kanë thonë, vetëm vitin e fundit, po dikush tjetër më ka po, edhe më ka ftu mu po pjesë e vetëndosës. Kështu që duhet mi besu vetës t'juj që nëse dikush thot jo, dikush tjetër është të këshirë, prandaj s'bën më u dërzu. Të mendon që u kohën, ose ka me kohën, vendimi ma e mirë që merë qeveria për rinin e Kosovës, ose për vojzat edhe grote e janë këtë rast? Vendimin më e mirë që e ka marrë qeveria e Kosovës është super puna. Do me thonë janë 9500 biznese që kanë përfitu, po 23.000 Edhe a diçka është më e rëndësishme që numri i trinjëve është dyfishu prej këtij programi të super punës. Është dyfishu ose më shumë se mos gaboj me statistika. Pra kjo ka qenë shumë e mirë edhe duhet me u vazhdu matutje. Diçka halo më e mirë që ka me bu qeveria është super puna për gratë, ku kam i ftu të gjitha gratë me u bo pjesë e tregut të punës. Kështu që kjo është një lajm fantastik. Por ndryshe, po ta shëris vendin, shumë faleminderit që na ke reklamua ditë në emision, e kena po, kështu që shumë faleminderit Elvira, e turesh po. Bravo, bravo. Hajde çto një foto bëna.